Fermerët e rajonit të Korçës janë njoftuar për një rrezik të zhvillimit të kromës së mollës, një nga sëmundjet më të përhapura të kësaj kulture. Sipas të dhënave të modelit parashikues Rim Pro për stacionet e Dvoranit, Progrit dhe Zvirinës, gjatë periudhës 24 deri në 27 korrik, janë zhvilluar kushte të favorshme për zhvillimin e infeksioneve, veçanërisht në gjethet e reja dhe në fruta. Megjithatë, specialistët e bujqësisë bëjnë të ditur se fermerët kanë kryer në kohë trajtimet e nevojshme, ndaj gjendja fitosanitare e pemtoreve paraqitet e pastër dhe fruti po zhvillohet normalisht. Trajtimet janë bërë në kohë dhe rregullisht, kryesisht trajtimet intensive janë fokusuar në muajin prill, maj dhe muajin qershor, që ka patur edhe lagështi dhe temperaturat kanë qenë relativisht të favorshme për shfaqjen e kromës, por trajtimet që fermerët bëjnë me pompa centrifugale kanë mbajtur në kontroll këtë sëmundje. Tani trajtimet janë më të rralla dhe janë fokusuar kryesisht kundër morit, merimagës dhe breznisë dy të krimit të mollës. Në këtë fazë të sezonit, kultivarët e hershëm të mollës po i afrohen periudhës së vjeljes. Për këtë arsye fermerëve u rekomandohet të reduktojnë trajtimet me produkte fitosanitare. Trajtimet do vazhdojnë, por intervali i trajtimeve tani është më i reduktuar për shkak se masa vegetative pothuajse është plotësuar dhe kemi rritje të frutit. Një pjesë të kultivarëve tani, sidomos kultivarët e ershëm, fillojnë pjekjen dhe reduktimi i trajtimit në këtë periudhë është i nevojshëm, pasi nuk duhet të kemi edhe mbetje të kimikateve ose mbetjeve kimike në frut. Specialistët këshillojnë gjithashtu vijimin e monitorimit të pemtoreve, sidomos pas rreshjeve, dhe ndërhyrjen vetëm kur është e nevojshme, me qëllim mbrojtjen e prodhimit, garantimin e cilësisë së frutave dhe ofrimin e një produkti të sigurt për konsumatorin.